E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndaluar tek Hoda. Saranda Hoda është një nga personazhet këtë vit të Big Brother VIP Kosova. Saranda njihet në fakt për historinë e saj, për rrëfimet e jetës së saj, një jetë shumë e vështirë, një luftë shumë e madhe me sëmundjen. Saranda sëmundjen e saj e ka treguar edhe vite më herët në televizionet shqiptare, ka treguar që është dashur të përballet me spitale të shumta për të gjetur shërim për veten, por dua ta falenderoj publikisht për guximin që tregoi natën e mbrëmshme që të tregon veten e saj ashtu siç ajo është, ashtu siç ajo Zoti atë e ka dhënë në përditshmëri. Në fotografi që në fakt ju i shikoni gjatë kohës kur unë po komentoj, në Instagramin e Saranda Hodës që në fakt ka marrur ky set fotografish 36.000 lajka, është shkruar: sot po mësoj të dua veten në kështu siç jam dhe bashkë me këtë shpresoj të ngjall një dritë vetbesimi e vetdashurie te secili që në një mënyrë ose tjetër ka përjetuar gjëra që kam përjetuar dhe unë. E juaja më e vërtet se asnjëherë tjetër, Sasa Hoda. Arsyeja pse Sasa mendoj që e ka larguar kushtrimin apo e ka refuzuar kushtrimin ka qenë kjo gjë. Sepse në momentin që Sasa do të flinte me kushtrimin, ndoshta do t'ia tregonte trupin, ndoshta në një moment kushtrimi do t'ishte ndier keq dhe Sasën kjo gjë e ka pezulluar dhe e ka mbajtur larg. Unë në fakt dua të jap një këshill drejt meshkujve që në asnjë mënyrë nuk duhet të shohin këtë gjë si një gjë të keqe, si një gjë të rëndë, si një gjë të vështirë, por përkundrazi duhet ta shohin si një guxim të një femër e cila ka luftuar dhe me besimin në Zot ajo ja ka dalë. Sasa është shembulli i çdo njeriu që po kalon dhimbje të mëdha në jetë shëndetësore, që po kalon kancer, që po kalon leucemi, që po kalon situata të Sasës, që do të thënë po të futeni në intervistat e mëhershme të Sasës do ta dëgjoni komplet rrëfimin e sëmundjes së saj, që është një sëmundje të mërshme, që do të thënë është dashur që ka ikur në Maqedoni ka dështuar, është dashur që të shkonte në Serbi, në Beograd, atje kanë mbajtur me javë të tëra, me muaj të tërë, derisa Saranda do të thënë ka ardhur në gjendjen të plot të saj shëndetësore dhe sot gëzon vërtet një shëndet shumë të mirë dhe është shumë mirë dhe shumë e lumtur dhe shumë e bukur dhe shumë pozitive dhe pikërisht do të thënë meshkujt duhet që të mbështesin po këto femra që janë fisnike. Sasa prandaj dhe bëri lëvizjen dhe nuk u lidh me kushtrimin, mendoj unë sepse indikonte kjo pjesa pak dhe se si kushtrimi do ta fliste apo do ta merrte këtë pjesën, por në fakt unë dua të përgëzoj edhe kushtrimin i cili i dha atë përqafimin e mbështeti dhe do të thënë e pash që edhe nga mbrëmi qëndronte afër. Unë në fakt dua ta shoh Kushtrim Kelani dhe Sasën si çift sepse janë shumë pozitiv mes njëri tjetrit, kanë një energji shumë të mirë dhe din të sillen, është shumë bukur. Dua të marr mendimin tuaj për guximin e Sasës.